Për ty grua, për ty burr, që fshen ndjenjat dhe emocionet e tua dhe kërkon të qëndrosh në agresivitet. Dhe nuk e lejon veten tënde të duash. Për luftën që bën ka si gruas, ose ti grua ka si burrit, dua të them që e vetmja luftë që bën është lufta brenda teje. Gjinia femërore dhe maskullore brenda teje. Dhe e di shumë mirë që sikush nga ne ka të drejtën e tij. Por energjitë dhe koha na tregon që erdhi koha që ne duhet të vim në armoni, në ekuilibër dhe balancë me këto të dyja gjinit. Ndaj në qoftë se dhe ti që më dëgjon në këto momente je në këtë pozicion, mund të më shkruash këtu në TikTok ose në mesazh privat në WhatsApp ose në Viber për të gjetur zgjidhjen. Në qoftë se erdhi ora të thuash mjaft deri këtu. Jam këtu dhe për ty burr dhe për ty grua, se sikush nga ne ka të drejtën e tij dhe erdhi koha të hapim zemrën dhe të dëgjohemi. Jam Merita Cake, terapiste energjetike, shkrimtare, mësuese dhe trajnere zhvillimit personal dhe zgjimit kolektiv. Dhe jam këtu të të ndihmoj të lirosh dhimbjen, tradhtinë, plagët, zgënjimet që i ke mbajtur kaq kohë brenda teje. Erdhi koha të jetojmë dhe jo të mbijetojmë.